Këshilli i Qarkut Korç vlerësoi me certifikat vlerësimi klarinetistin nga Devolli Xhevdet Zeqo në shenjë mirënjohjeje për kontributin e çmuar dhe karrierën e tij të gjatë artistike në fushën e muzikës. Ky vlerësim u akordua për përkushtimin ndër vite, profesionalizmi dhe rolin e rëndësishëm që ka luajtur në ruajtjen dhe promovimin e traditës muzikore. Kam filluar klarinetin, kam qenë në kurs në Korçë me profesor Fuad Sulin që nuk jeton më, dhe kam punuar në Bilisht. Kam qenë në Shtëpinë e Kulturës Bilisht. Për fat të mirë kam patur muzikantë të shkëlqyer si Andrea Balli, Gani Mullamake, që ata nuk jetojnë më sot, më vjen shumë keq. Dhe aktivitetin e kam ushtruar në të gjithë vitet. Kam marrë pjesën për të gjithë festivalet dhe brenda këtu dhe në festivalet kombëtare në Berat, në Gjirokastër, dhe ndjej kënaqësinë më të madhe dhe sot jam shumë i kënaqur që më dhanë certifikatën e mirënjohjes dhe do mundohem edhe në këtë moshë, se mosha bën të sajnë, do mundohem që të jap akoma kontributin tim. Përmes klarinetës, artisti ka përcjell identitetin muzikor të zonës dhe ka ndikuar në edukimin e brezave të rinj.